Mirë brama. Për një gjë zëm vend parë në Evropë, ndoshta dhe në botë. Shpejtësinë me cilën na vinë gjobat. O, bo, sa shpejt që vinë. Mora rrogën, mi vari nusja në qafë, gjitha ato faturat me gjithë kamata, tha i ke paguaj. Unë nisa, unë se kuptoj njerë, kur kemi qenë fëmijë, mbaj mend që kemi patur shumë frikë nga errësira. Tashi me këto faturat e shtrenjta të qezit, për zotit kam filluar të më kap fryka ka dritat, jena tut me rru. Mirë kjo, po nëse ndonjëri do t'i bëj keq vetes, nuk ka nevojë fare të marrë në një gjë ose të bëjë një gjë të keqe, thjesht nezi dritat, shkoj tulet aty para sahatit, ta shohë sa shpejt rrotullohet. Për zotin nga përtera të fikët. Unë për shembull e kam gjetë zgjidhjen, është zgjidhje fantastike. Nuk ndesim drita, ulemi ke televizorin, ndezim një qeri, nuk e ndezim televizorin, po e di ç'a bëjmë? Vëmë një fotografi të Sali Berishës aty dhe rrim gjithë. Desa ta zej gjumi. Kur çohemi në mëngjes, po kështu, edhe me radhë. Që thonë ju, shkova për të paguar dritat. Pu, çfarë faturash. Nese, aq shpejt mi morën legat ato të qezit, sa që s'kisha kohë me mbyll makinën. Kur del jashtë, si ishte makina. Nga kështu normal si qisha, më shkoj goja këtu. Te shof të një lokal, një 3 policë ministri, ja 2 policë bashkie. Ju ofrova dhe i thash, a pat një makinë këtu? Ishte makina ime. Po ku shkoj? Pra. Ku shkoj? Por e thash, ju lutem, mos e mori një karotret. Ja, më vlla, ja, po shi mos ta kam vjetë. Si më revollën, thash, për 1 minutë, sa hyra dola. Qa thu ti më tha njoni? Unë vetëm se isha i LSI-sta për 1 minutë, moqin nga puna, ti thu zvodër makina. O si bëhet, thash, ju lutem, bëni diçka. Ja, mëse po mori mirë, tha, po pysim radio, këto pikat e blokimit. 32 dyshi, 32 dyshi, ku jeti 33 njëshi, në gjoj shumë keq, jam ke 21. O vlaj, tha, a keni bloku në makinë, ta si sa e blokum një, tha, po të shqipe shofë, kur hybën karotres që ka me gjithë shofer mren. Për të prisë që ka dhe nusë, se pas ka vesh velo. A i aty lartë i bërtise, po në alene e vlat martone e mas ne bloku në makinën në buri dhe jot. Edhe ashtu e këshim bo, me gjithë karotrec, tu ira burive, karotreci i pari, makinat e tjera mrave të borë gjirë në për Tiranë. Nese, pytën e këta të bashkis, tha vlatha të pikat e blokimit s'ka, tha, po shimos ta ka mori i karotrec se ato kote funës në pysin mos neve. E mori vetë makinën, tha, bile kanë dhe kështu, blok gjobash. Po mi me thash, hati ndrojmë numrat paktën, flasim i qikë më vonë, thash, ndoshta e gjeni makinën. U ktheva për në shtëpi. Tym dhe. Duke hec, shofi karotrec, makina ime, sipër, i lokale, keni përshqet të lokalet, 10 metra katror, 30 veta men, dru të gjithë, kishte një orkestrë mrena, edhe të gjithë duke kërcy. Ikën drita, sa u afrova unë kë lokali, doli njoni, hypi sipër ke karotreci, hapi derë në makinës time, nezi kastofoni, futi disk, e në hyni prapë me duke kërcy. Shpuket më këshu, thash, hynë aty mren. O vlaj, thash, i kujtësh kjo karotreci? I imi është. Po jo makina lartë, e kujtësh? Ja morim i palla aty poshtë e burë, tha, po... Kishim i se bep të shita me këta shokë, dhe ja qoj mas nejmë pikë blokimit. Por to që thash, jo, muna i palla. Ha, që ka kjo i palla? I thash, si do ja bëjmë ne? Ku t'i gjohën, tha, pagu gjobën këtu, tha, dhe pasaj ta ullën makinën. Qa gjobën me thash, ti e t'u boa heng këtu. Shiko, tha, e bëjmë ndryshe se unë i moram telefonat do t'pikave të blokimit dhe e kishim full, tha, full me makina. Ti rrina prit ne sa të marrën feshën, tha, ta ullën makinën mas ne, se s'po kena as drita, tha, s'kena DJ, edhe mas ne, tha, ta lehu makinën i hikti. 4 orë me ato budallet të kënu aty unë jashtë, të prit makinën time. E mora makinën si përfundim, dhe thash, po shkojnë komisariat të shi tërheq denoncimin. Tu ik rrugës shu, 12 furgona policie për para, një 8 makinat vogla, i thash, ha më që, një sekundë për makinë, për gjami këshu më zorën, mu kapën patalonat, ke koka martin, mi hoqën dhe patalonat. E filloj pasaj. Kush je? S'kam taku i sekundë në ajer për zotin. Dhe në komisariat që kam shku. Arrita në komisariat, tha shevi, po si s'vjes zorë mërë burë, tha, po qa hajdu të shjeni, mëlla, se kena vjetë dhe ne, mëlla, po s'vjesim këshu mërë burë. Po ti tha tu vjetë e kalo para komisariatit. O ty ti thash është makina ime, Zire dokumentin, zore dokumentin. Korespondent me dokumentat? Korespondent. Po ti me ne thalë është ti që bot denoncim kote? Po visha me tërheq denoncimin, Allah. Na e bëj halal, tha po gjobën dhe e pagush, të stalesh do të me policin ti. Qa është gjobë? I 200.000 lek, i qova qunat nga rumbull me të kapta, qa thutit, mos e apësht i 200.000 lek? Mi me tha që e apë 200.000 lek që vetëm bleni tiki.
Sa dalë nga komisariati, bi telefoni. O vlla, e kishin kapat hajdutin, isha dhe unë aty, fute aty grushta. Haj polici. O tyt, a i që hongër grushta të jo munër, budalla. Faleminderit, mirë.